Homzën e njoh ma mirë, Ademin po ashtu, veç 3 ditë pa i ra me Ademin. Thash Adem, nuk i kiq punë, mu më pa të nkallë këtu. Për kaz, një ndërparë që më konë i goditën. Që këj mullini jemi është, mullinin ma ka kallë është shpinë e krejtë. Edhe une me thmije, me grue, Mitrovicë këmë banu. Po shpesh herë ju marrë, kur e takova 3 ditë pa i ra. U më dhurë për para, u taku më si tha mirë, tha jam, thash Adem, po sjellën shumë. Unë banojsha të ura gjakut quhet, Mitrovicë Knej, një farë urë është, ura gjakut quhet. Unë që aty në rrugë 20 metra për asfaltit, të një kushëri shpinë, derën e ka pas me këso drasa, të shquën ato, rrëth mure, drasa që i kapët në lukështu. Me revole në krevetu më këshvra. U anshin tenkat shkojshin për kufi, shkojshin, mendja jam e qashtu, ha? E i thash, Adem, mos ki kujdes se shumë po anën tenkat, njën Mitrovicë, në burë trugës, gjithë natën thash shkojnë tenkat për pej, ku shkojnë nuk e di. Se nuk jam kompetent me ditë, vish, unë po mdoket që në kufi shkojnë, me përfëqua kufirin. Nuk i ki punë të mirë, thash, kanë më në sulmue. Tha e di, tha Basajmer, tha po do mi kallëzu këtij poplit kush jam. Të shtëpia tina. Tha se çarmi kemë të kallëzuar, tha e din ti mirë. Imer Halili, banori fshatit Prekaz, tregon tmerrin që kishte parë për 3 ditë rresh ndaj familjes Jashari. Imeri tregon se kishte qenë i afërt me Hamzën e Ademin, ku thot se pak ditë para sulmit e kishte takuar Ademin, me të cilin thot se kishte pasur edhe një bisedë me të. Unë kështu me ta, sidomos me Hamzën, jam konë shok, jam 5 vjetë para tina, po unë ka dash Hamza shumë, edhe unë ato. Ka pas një karakter, edhe se konë majri se unë, po ka pas një karakter kështu burnor shumë. Pamin e ka pas burrit tipik, musteqet, gjitha ato, edhe u konë i fortë, Hamza. Me Ademin vanë një më njoftë, e kom njoftë si në gjanës ato, unë kom punu në gjimnaz, si profesora i ka qenë në vitin e parë, 74, në vitin e parë teknike, klasa e parë teknike, për herë parë dega e Mitrovicës u zhjel në Skenderaj, në gjimnaz, paralele në me teknikës, a i ka qenë në zonë si shkollës mesme teknike. E kom njoftë si 3, po pastaj u ndame nëse jeta, jo ushtria, ne jo punëm, suspendun për arsimi, s'kom pas det në arsim edhe herë pa punë, herë me punë, kom punu në Trepqe, me unë damë. Me Hamzën më konë kontakt këgja shpes, edhe sahar më ka pa që u nalë, ose më ka thonë hajde, po kur s'kom qenë në drejtim, gjithmonë kontra, edhe kerën e kom pas edhe une, po hajde pa të bo një kerë, hajde apo vjen, shkojmë bashkë, jo Hamzë kom punë Knej. Hamzën e njoh ma mirë, Ademin po ashtu, veç 3 ditë pa i ra, me Ademin ku më bisedua. Thash Adem, nuk i kiq punë, mu më pa të nkallë këtu. Për kaz, një ndërparë që më konë i goditën. Që këj mullini jemi është, mullinin ma ka kallë është shpinë e krejtë. Edhe une me thmije, me grue, Mitrovicë këmë banu. Po shpesh herë ju marrë, kur e takova 3 ditë pa i ra. U më dhurë për para, u taku më si tha mirë, tha jam, thash Adem, po sjellën shumë. Unë banojsha të ura gjakut quhet, Mitrovicë Knej, një farë urë është, ura gjakut quhet. Unë që aty në rrugë 20 metra për asfaltit, të një kushëri shpinë, derën e ka pas me këso drasa, të shquën ato, rrëth mure, drasa që i kapët në lukështu. Me revole në krevetu më këshvra. U anshin tenkat shkojshin për kufi shkojshin, mendja jam e qashtu, ha? E i thash, Adem, mos ki kujdes se shumë po anën tenkat, njën Mitrovicë, në burë trugës, gjithë natën thash shkojnë tenkat për pej, ku shkojnë nuk e di. Se nuk jam kompetent me ditë, vish, unë po mdoket që në kufi shkojnë, me përfëqua kufirin. Nuk i ki punë të mirë, thash, kanë më në sulmue. Tha e di, tha Basajmer, tha po do mi kallëzu këtij poplit kush jam. Të shtëpia tina. Tha se çarmi kemë të kallëzuar, tha e din ti mirë,
Madje Imeri thot se gjatë asaj kohe disa banorë të asaj ane kishin shprehur dyshimet gjoja se Ademi ishte bashkëpunëtor i serbëve. Nuk kanë lënë gjon pa thonë për thonë. Që ky populli jonë, të thonë kjo është bashkëpunëtori i tyre, pse s'pe njekun, pse s'pe shtin burg, pse anej. Kështu kanë thonë. Që ata që kanë thonë, tash janë të parë që derën nuk janë shojnë në Rifatit, familjes tina. 3 ditë para se me sulmu ata, unë me Adem Jasharin kum najt të shtëpia tina, jonë mrana po jashtë. Edhe i thash, nuk i ki punë të mirë. Çdo natë thash ten ka të shku gjithë natën kur s'naden. Po që se e ka ditë, po më tha Ademi. Do t'i tregoj tha këtij populli kush jam. Për mua e kuptueshme. Ato e kanë shoh jo, po kanë thonë ky qysh si bonën, që qitun katuniko, baholle kom, që thoj edhe që si hovi, që a ditë që i rarën, edhe që si hovi, që se kapin, po dihet që është me ta. Që si populli jemi na. Vetëm kur vdes, atëherë thot, e ka konë buri mirë. Sa ti jesh gjallë, pa marrë parasysh çfarë trimnie, çfarë burnie ke, ai ka me të ignorue, ka me të thonë të kundërtën e asaj që je si në realitet. A më kupton? Për Adem Jasharin kanë folë keq ter e zi shumë. Para se mi sulmue Jugoslavia me gjitha arsenalin ushtarak. Po ashtu, Imeri thot se Adem Jashari dhe familja e tij janë flijuar me vetdije të plotë. Ademi thash, ata me qëllim kanë dashur mu viktimizu për këtë tokë. Edhe mendoj që nxitje kështu që ja ka bën thashë thamat e vetë popullit tonë. Heroikisht, por edhe e nxitje u konë e disa elemente negativ tonë. Që që më të thonë shpion, shtin me ronë mi barut më hedha. Nuk kanë lënë gjonë pa folë një numër i konsiderueshëm ndaj tyne. Ademi tonë këto i ka ditë. Mu mi ka thonë vetë. Do t'i tregoj këtij populli kush jam. Thash Adem, nuk paguhet familja, unë s'kum besu që i nala edhe familjen, edhe fëmin. Unë kum mendu që veç ai. Në asnjë mënyrë s'kum mujt me mendue që edhe fëmin, edhe gratë, edhe fëmin i nal. Ai as një, ndoshta si kanal me dhunë, po ton i ka sakrifikuar. E në pamundësi për të ndihmuar, Imeri thot se gjatë sulmeve u bë dëshmitari okular duke parë gjithçka që ndodhi. Ka ndodhur këtë këtë rast që ky mullini jam, durbi s'kum pas, veç me sy i kum pa, këtë që kanë ndodhur gjarja, jo detajisht se i ka 2-3 kilometra, nuk mundesh me pa me sy 2-3 kilometra. Durbi për fat keq s'kum pas, as kamerë s'kum pas, masanej kum pas tona, po masanej kur ty e dashma këse sa dush, u kry dashma. Une e kum pa helikopterin që ardhë afrë që tu, e ka kaluar për Mitrovica, për ku shojke. Helikopteri ullët, të bajt dvram edhe plagosën. Polis. 3 ditë ka dalë, pa ndërpremje. Une e që tu jëmë konë gjithë të këshyrë për mullini, tonë kanë pasik. Këtë me madhe i vogël, une po të thëmë drejtën, qa që më koni prekun, si njeri, se për me ik, ju më konë unë i pari. Mas e së mund është me rëgjësu, ti duhet me ik. Ma mirë me thonë e këm pas një mësus. I Reza Shatri ju koni i stogut, thë ke ma mirë me thonë qëre tragu, se sa qëre guri, a? Kur s'ki mundësi me luftue, nuk i arme, duhet me ik. Unë për me ik, me konë rëzik, i pari isha ik. Mirë po rëziku nuk ishtë na, nuk ishëm na objekt sulmi, ishin ata objekt sulmi. Ma ne ata nuk shkojshin. Mu djali jam i 4 u shkue dhe nga tyne. Ju ka vra nipi, do nipa janë ardhë me një mu ju ka vra, në divadhe, 10 kilometra afër shtëpie ju ka vra, e tjetër ju ka plague. Djali jam qatë ju shkue, i kanë vra njerëzit ki thonë knej, kush ka levizi kanë vra? Ndoshta edhe pitute, ata i morin masa rigoroze kështu. Nuk e nënqmojmë si na, e marë kur gjysosht. Këtu popli jonë, i madhi i vogël, këtë katuni që në ikë si pasha, të ikë për Ljubaves quhet di katun të një galicë. Unë disa edhe i kum shah.
Unë kam tërgu njerëzit që na kisha, thash mirë ja ku mbo. Qa që unë prek, vend që minimume, si shumë në ndërzik, ata të ik, i madhe i vogël, si kur me të njek, njeri me altin dorë, e ti duhet me ik, se së mund është mirësue, qashtu kan ik, ma holla ime edhe kejt ka tuni. Kejt kan ik. Unë shkum ik. Jo që jem konë trim, po e kup di që nuk është të mu kërcnu rëziku mua, se ishin zonë me ta, jo me neve. Ata nuk e kanë pas objektivin më na sulmu popullatën, e kanë pas objektivin vetëm ata mi sulmua. Edhe arritën. As njo si ka shku ndim hiq, që ata që thojnë njëm konë shokane, as njo si kanë shku hiq. Do e tina, aty u konë me thonë e ka dhonë jetën. As njo tjetër jo. Njoja që are shoharë dhe kanë plague, është bigja i ati Selimit, që është mburë në hogë, migja i tina orë dhe kanë plague, ajo më ka thonë kush së më ka shtinë ndim. I plagu më keqë konë. Jo kise jo, herën e parë kur ka kërsti, që atër u konë orë. Me një fjalë, ma më rëmenja që na largë jemi realitetit. Nëse ki shok, je për që të ka uzë, duhet me ndihmua, me shku me ndihmua. As një s'ka ndërhy. Se u konë topi, u konë të shku me të lezi, u konë armatim Iran. Po pikrisht që aty ku është Iran, duhet me shku dikush, jo ku është i leta i përballon vetë. Mas të ditë unë ku morë pjesë, mirë po kur që ku morë pjesë të vorët. Jo të vorë, se atë ditë nisen me qelë vorë, e ndalun, di për çka të nesit ju më shkue, na kanë ndarë në rrugë, na kanë këthyje. Policia e kishën morë. Mbi këshyrje edhe se kanë lanë kërkon me dalë. Atë ditën e parë, po. Unë ju më shkue, u konë e shtuna asaj atë ditë, kur i kanë ekspozue, u konë i Lahtu Shila e ka pas një farë plasi, aty i qunë ata, 50 e kushur vetë vdekun, këtë familje dhe ata që e në vdek. U konë i hoqë i Likovqit, Molla Osmanin, zi ja këndi gjuhë, ka pas polemika me kësa e majtë. Edhe shkova une, a i pam njoft, a i shbo kryestar, polic, me bo regull, edhe i thash o hoqë, nuk është punë e jota kjo, është e citër kuj. Ky nuk u dek, thash, për gjami, po u dek për adhe. Tha, ti ko ke marxist leninist, thash, po, bash, jam, po, be kom Karl Marxin. Migje kom Engelsin. Unë e Marxit e Engelsin një shumë mirë, kom dhonë provim. Filozofin, ka qenë edhe Marxit e Engelsi, pjesë e filozofisë. Klasike dhe moderne. Thash, bash, jam, bo, be kom